Në qytetin e Pogradecit, historia dhe kujtesa e arsimit u rikthye në vëmendje përmes një nisme domethënëse në shkollën Gjok Shqiptari, ku u përurua klasa muze e restauruar e këtij institucioni arsimor. Kjo hapësirë e veçantë tashmë do të shërbejë si një dritare kujtese për brezat, duke ruajtur historinë dhe kontributin e nxënësve, mësuesve dhe drejtuesve që kanë kaluar ndër vite në këtë shkollë. Klasa muze përmban fotografi të ralla, dokumente dhe materiale të ndryshme që pasqyrojnë rrugtimin e shkollës ndër vite dhe rolin e saj në edukimin e shumë brezave. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, mësues dhe ish mësues të kësaj shkolle, prindër dhe nxënës, duke e kthyer këtë aktivitet në një moment të veçantë për komunitetin arsimor dhe qytetin e Pogradecit. Përmes kësaj klase muze, shkolla mban gjallë historinë dhe krenarinë për emrin që mban Gjok Shqiptari, simboli përpjekjeve për arsimin dhe për hapjen e gjuhës shqipe. Restaurimi i kësaj hapësire u bë i mundur fal bashkëpunimit të prindërve, mbështetjes së Bashkisë Pogradec dhe Drejtorisë së Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, si dhe kontributit të ish mësuesve dhe ish drejtuesve të shkollës. Nisëm që dëshmon se historia e një shkolle nuk mbetet vetëm në kujtime, por vazhdon të jetojë përmes brezave që rriten dhe edukohen në bankat e saj.